Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Gatuaj edhe ti. Sot do t'ju tregojmë hap pas hapi përgatitjen e baklavas. Do të përfshi procesi hapjen e petëve, shtrimin e tyre, pjekjen dhe madje dhe tharjen e petëve. Siç e shikoni, në fund rezultati do t'jetë i tillë. Petët do t'jenë dukshëm të ndara nga njëra tjetra dhe baklavaja do t'jetë bërë e shkrifët. Pra, shumë e shijshme. Ja, si që shikoni, petët janë të pjekura dhe tërësia e tyre është optimale, janë aq të holla sa edhe duhet i hen edhe për syrin, por njëkohësisht edhe për shijen. Për përgatitjen e baklavas, kam marrë rreth 750 gram miell i kam peshuar, 4 të verdha vezësh, 3 të plota, pak krip, rreth 50 ml vaj, në këtë rast e kam vaj kikiriku dhe ujë. Uji do t'jetë i vakët, por se sa ujë do të marr, ne do ta shikojmë që jo i gjithë gota do t'jetë e nevojshme, por aq sa të marr për të krijuar një brumë elastik. Në fillim shtojmë kripën, e përziejmë pak me brumin dhe vazhdojmë përzierjen e gjithë ingredientëve të tjerë deri në formimin e brumit. Vezët, duke i përzier me brumin, vazhdojmë të njëjtin proces deri në hedhjen e të gjithë ingredientëve bashk aty ku kemi dhe miellin për të krijuar masën e brumit që do të na shërbejë për byrekun. Për baklavan. Tani pse thash që vërtet është një gotë uji, por kjo nuk është masa, ne do ta shohim në varësi të elasticitetit, por gjithmonë duke hedhur pak e nga pak ujin. Pra, nuk do ta shtojmë ujin për një herësh, pasi dhe mas për këtë nuk ka të saktë, por duke e shtuar gradualisht, do shohim edhe konsistencën e brumit dhe në varësi të asaj se si e shikojmë, si e ndjejmë brumin gjatë punimit, do të vazhdojmë me hedhjen graduale. Unë kam hedhur duar me grushta, derisa kam krijuar një brum të tillë. Tani brumi ka dalë me ngjyrë pak të verdhë dhe këtë ja japin vezët, e verdha e vezës. Pasi janë përzier të gjitha, fillojmë e punojmë brumin natyrisht, do punuar pak rreth 4-5 minuta, derisa të krijojë atë elasticitetin e vet dhe glutenit ketë filluar të veprojë. E ndajmë në 2 pjesë të barabarta dhe fillojmë ta hapim në formën e një shiriti për të krijuar kuleçet e vegjël. Pastaj çdo kulaçe punojmë, i japim formën e rumullakët, sepse ne petët do t'i bëjmë të rumullakta. Në këtë formë, përpiqemi t'i japim një formë të rumullakët të rregullt, në mënyrë të tillë që dhe petat na dali në formën e rumullakët. Pra të mos krijoj kënde. Dhe në fund unë kam krijuar 45 kuleç. I mbuloj me letër, siç e pat, brumit nuk i shtoj as qumësht, as kos, vetëm pak vaj, rreth 50 ml vaj, vezët dhe ujin e vakët me pak krip, si çdo brum tjetër do pak krip për të kulluar. Dhe petët do t'i hapim me një seshte. Brumin e kam lënë në fakt, pasi i kam hapur, kam krijuar ato 45 kuleçët, e kam lënë rreth 15 minuta të pushoj dhe pastaj kam vazhduar me procesin e hapjes së petëve. Për hapjen e petës, do të na ndihmojë një seshteja. 5 kuleç i lyejmë me një seshte, i vendosim në tavolinë dhe fillojmë t'i hapim me oklajin ose pecin, si i thoni juve. Nëse nuk japni do të pesa njerësh, provoni të japni një nga një në fillim, derisa të krijoni një
kulaç në këtë masi, pra kaq të vogël. Pastaj, me ndihmën e niseshtes, duke vendosur në secilën prej tyre niseshte, i renditim njëra mbi tjetrën dhe të 5 njerësh unë do përpiqem t'i hap. Ja si shikoni, i shtypim ose i ngjeshim pak pemëtët dhe fillojmë t'i punojmë. Gjatë kohës që i punojmë, përpiqemi që anët jenë të rregullta dhe masa e tyre, pra për masa diametri petës, të jetë pothuajse i njëjtë, në mënyrë tillë që të gjitha petët të na hapen njësoj. Ja, pra si shikoni, tani unë kam filluar t'i marr një nga një në oklaj për t'i punuar. Kjo bën që petët të ndahen nga njëra tjetra. Vazhdojmë t'i punojmë. Nëse e shikoni që gjatë kohës që përpiqeni t'i ndani njëra nga tjetra nuk ato fillojnë ngjiten, pra nuk ndahen kollaj, mund t'i shtoni pak niseshte. Por, si që shikoni, me aq niseshte sa i kam vendosur unë në fillim, që kuptohet në fillim e gjithë peta, ajo kulaçi i vogël, i cili hapet në një pet fare të vogël, ajo duhet jetë mirë me niseshte. Fillimi ka shumë rëndësi. Dhe kështu vazhdojmë. Ja, për shumë, në këtë moment, kur kjo fillon ngjitet, mirë është që t'i hidhni pak niseshte. Unë, duke pas pak besim në veten time, i anashkalova, vazhdova, por kjo do pak eksperiencë. Megjithatë, në qoftë se thash e shikoni që diku ngjiten, ja, unë jam përpjekur ta bëj sa më ngadalë dhe le tapjen e petës. Shikoni, ajo ka filluar që të hollohet, ajsa po t'i vësh dorën që tani është dhe i dukshme. 5 pet, fillojmë, pasi janë bërë në një mas të tillë, të hapura, nuk kam më nevojë që t'i ndajmë njëra nga tjetra. Ato do të ndahen vetë. Tani unë kam vazhduar hapjen e petës deri në atë mas që dëshiroj, pra për atë mas që përpiqem, atë mas tepsie që kam. Pra, deri në momentin që petët janë bërë gati 2 pëllëm të hapura, nuk kam nevojë të ndahen, ato mund të vazhdojnë të punojnë si një petë e vetme deri në përfundim. Ja, që shikoni, ato hapen mirë nga njëra tjetra, është niseshtea që nuk i lë më ato që të ngjiten. Dhe vazhdojmë hapjen deri në përfundim. Në këtë mënyrë unë do vazhdoj deri në hapjen e masës së dëshiruar. Tani në hapjen e petës është e rëndësishme që qëllimi ynë është të hapim anët dhe jo mesin. Edhe në qoftë se nuk e hapni dot kulaçin deri 2 pëllëm të mëdhaja, siç bëra unë në fillim, edhe më pak nëse e bëni, po të jenë të lyera me niseshte midis njëra tjetrës dhe të përpiqemi të hapim anët, siç thash, nuk do të na ngjiten në fund, sepse procesi i hapjes së petës nuk ka vetëm hapjen e petës në vetvete, por njëkohësisht edhe tharja, edhe pjekja do të ndihmojë në shkriftimin një nga një të petëve dhe në rezultatin final të tyre. Pra është hapur peta kaq dhe që ta kuptoni ju, unë tepsin e kam në këtë masi e kam hapur më të madhe se sa tepsia. Kjo me qëllim që anët jenë sa më të holla. Dhe do të vazhdojnë në të njëjtën mënyrë. Do t'i lyej nga të gjitha anët këto kuleçet e vegjël 5, nëse si thash nuk i hapni dot 5, mund të hapni 3 në fillim. Ose një nga një dhe t'i vendosni rendisni njëra mbi tjetrën 5 dhe të vazhdoni të hapni 5 së bashku. Edhe zonja e brumit natyrisht ndikon në shkriftimin e petës. Unë personalisht nuk përdor qumësht apo kos. Në zonën e brumit mbështetem tek ajo receta tradicionale, atë që ka bërë nëna ime, gjyshja ime njëkohësisht, pra vetëm
vaj, pak vaj dhe vezët, natyrisht dhe ujë. Pra kjo është receta që unë përdor. Pastaj se sa vezë kemi shtuar apo se sa vaj, kjo varet, pastaj këto kanë ndryshuar me kalimin e kohës. Megjithatë edhe shumë vaj nuk mund t'jetë sepse gjithë tavolina e punës do ju mbushet me vaj. Edhe si shikoni, peta që unë kam krijuar me 50 ml vaj që e kam peshuar dhe është sakt, është normale, pra ajo edhe nuk na ngjit, ka atë konsistencën e dur, nuk na mundon, si me thënë, në përgatitjen e saj, në hapjen e saj. Vazhdimisht do ju këshilloja që anët t'i rregullonit, sepse duke qenë 5 petë bashk të hapura, natyrisht që diku petet mund të përthyen. Dhe nëse do t'i rregulloni anët dhe peta do i hapet si një e tërë, kjo do t'jap një rezultat shumë të mirë. Ja, pra kështu kam filluar të hap gjithë petën, ato vazhdojnë të jenë të shkrifta, si shikoni. Në një moment të caktuar kur pak më përpara ju e pat që ato mund të ndahen nga njëra tjetra. Këtë gjë do ta shikojmë edhe kur petët të thahen. Kur të thahen, do shohim që ato mund të ndahen lirshëm. Ja, u hap edhe peta. Në fakt kjo është peta e tretë që po t'rregoj, sepse nuk i kam treguar të gjitha petët dhe vazhdoj me radhë. Edhe kjo u hap sa më e madhe se sa tepsia. Dhe shikoni, këto janë, pavarësisht se duken sikur kanë filluar të ngjiten, në fakt është një sështeja dhe pastaj edhe vaj që ka peta që do ndihmojnë në hapjen dhe shkriftimin e tyre. Pra përsëri pak më të madhe sa tepsia. Tani, për të tjerat, u mendova që t'i bëja 5 e 5 për t'i pasur më shpejt, më të shpejta gati, dhe në fakt më rezultoi që ishte më e suksesshme kështu, duke i bërë 5 e 5 dhe duke i lënë më njanë, duke ndëritur kjo një sështeja ndikonte më mirë në hapjen e petëve. Edhe kuleçet ishin më elastik në punimin e tyre. Pra, kanë mbetur gjithsej tani 2, 4, e 2 edhe 1, edhe 2, 6, du t'ishin 7 në fakt, 6, po, 6, edhe 6 të tjera. Gjithsej janë bërë 9, dhe ja ku kam hapur në çarçaf për t'u tharë. Në momentin që këto do të teren, unë do të filloj t'i shtroj që nga peta e fundit. Pra, do të thënë, ajo që u hap e fillimit fare, ajo që u hap në fillim, ajo do të vihet në tavë, do të shtrohet në tavë e para. Sepse ajo është edhe me thara, me terrora, si me thonë, se në këtë mënyrë ne nuk i thajmë tamam, nuk është se i fusim në sopë, po i terrim. Të mos kenë shumë lagështirë. Dhe fillojmë procesin e shtrimit. Unë kam përdorur rockline, po edhe nëse do t'i ngria, peta do të më qëndronte në dorë sepse ishte e thatë. Në fillim lyejm tavën që do të pjekim baklavan me gjalp. Ky është gjalp i shkrirë, është rreth 400 gram gjalp. Do të lyejm gjithë tavën, edhe anët, sepse dim që baklavaja bëhet më e trarë se sa fundi. Dhe për të mos na u ngjitur, unë kam shtruar 2 petët e para. Tani kjo është peta e tretë që po shtroj dhe po ja u tregoj se si. Pra, e kam vendosur tepsin sipër, i kam matur masën në këtë mënyrë duke e prerë me thik dhe ja ku e shtrojmë. Edhe anët nuk do t'i hedhim. Pasi ta kemi spërkatur me pak gjalp petën, anët e saj do të vendosen përsëri të renditura. Pra edhe ato do të jenë pjesë e baklavas. Nuk do të hedhim asnjë gjë. Shtrojmë anët, e spërkasim pas çdo shtrese brumi, spërkasim. Pasi kam shtruar 3
pejtët e para të mëdhaja. Vendosim një shtresë are. Kjo është era e parë që hedhim arat. Unë kam menduar të hedh 2 herë arat dhe kam rreth 400 gram, 500 gram ara kanë qenë të çara. Ara të çara, por megjithatë kjo s'ka shumë rëndësi, ju mund të shtoni më shumë apo më pak, kjo varet nga edhe preferenca juaj se sa i keni dëshirë, t'i keni me shumicë, me pakicë. Ja pra si shikoni kur thahen edhe anët që duket sikur janë të ngjitura, në fakt mund t'i shkëpusim. Tani unë nuk do të vazhdoj me thjesht e kam bërë për të treguar këtë, se sa të holla janë bërë pejtët, në të vërtet, por do të vazhdoj me shtrimin. Pra kjo ishte thjesht për t'ja u treguar juve. Shtrojmë anët. Hedhim një pak gjalp, spërkasim këto pejtët me gjalp në këtë mënyrë. Kjo bëhet në mënyrë tillë që njëra shtresë nga shtresa tjetër të mos ngjitet dhe gjalpi të jetë njësoj në çdo pjesë të baklavas. Dhe ja ku vjen pjesa e matur, ja pra si është pejta në fakt. E shtrojmë dhe do të vazhdojmë kështu edhe me një shtresë tjetër. Kaq ishte holl pejta, prandaj jam munduar që t'ja u tregoj për ta patur. Pra si thash, janë hapur nga 45 kuleç, 9 pejtë të mëdha, pas treshës së parë, pasi kemi shtruar 3 pejtët e para, kemi hedhur një shtresë arash dhe pas shtresës së dytë hedhim shtresën tjetër dhe na mbeten 3 pejtë të tjera për të shtruar. Tani te 3 pejtët e fundit unë i kam matur, i kam prerë anët, kam shtruar në fillim anët dhe pastaj kam vazhduar me pejtët e rregullta, me atë pejtën e rregullt, me formën e rregullt të tavës në mënyrë të tillë që të ishte më e këndshme. Ja ku janë 3 që janë shtruar dhe pejtët që fillojnë ndahen nga njëra tjetra dhe sidomos sa këto të fundit janë tharë dhe pjesa duket. Tani me një thik, me anën që nuk pret të thikës, mundohemi që t'i fusim pak anët. Në mënyrë tillë që kur këto të piqen, anët mos të dalin, si me thënë, të shëmtuara. Ke një formë të rregullt. Dhe me një thik me teh të gjerë, fillojmë prerjen. Prerjen e bëjmë me këtë thikën sepse duhet që të pres të gjithë pejtët deri në fund, deri në fundin e të arin tepsin, në mënyrë të tillë që edhe shërbetin, kur të bëjmë shërbetosjen e pejtëve, të na marrë të gjitha pejtët, të shkoj uniform tek të gjitha pejtët. Pra është e rëndësishme që dhe prerja të shkojë deri në fund. Në këtë mënyrë, unë vendosa ta bëj në formë rombi, ju mund ta bëni edhe në formë ylli. Mua personalisht më duket më mirë kjo sepse nuk krijon shumë anë dhe ka më tepër meze. Por gjithsesi kjo varet nga dëshira e gjithë secilit. Ka të bëjë dhe me pjesën vizuale, kujt i duket më bukur në këtë formë apo në atë. Spërkasim me vaj duke filluar nga anët dhe duke vazhduar deri tek mesi. Dhe pasi kemi përfunduar plotësisht spërkatjen me vaj, do të filloj pjekja. Pjekjen e baklavas e bëjmë në 180 gradë për 1 orë e 15 minuta. Unë asnjëherë nuk e kam lëvizur rezistencën lart apo poshtë, e kam vazhduar ta bëj pjekjen vetëm në këtë formë dhe më ka rezultuar 1 orë, 1 orë e 10 minuta apo e 15 minuta, duke parë edhe atë ngjyrën e bukur që duhet krijojnë në sipërfaqe.
dhe është bërë. Tani sherbeti. Për përgatitjen e sherbetit, unë kam marrë 1 kg sheqer, 750 ml ujë, gjithmonë e bëj sherbetin më pak ujë se sa sheqer. Sepse në fundin ne do ta reduktojmë ujin dhe nuk ka pse ky sherbeti të vazhdojë të zjejë derisa ta marrë ngjyrën dhe tërsinë e dëshiruar. Ndërkohë, nëse do të kisha hedhur edhe një shkop kanelle, por nuk më ndodhej, ja u rekomandoj, do të japi një aromë të këndshme. Nuk i hedh vanilje, nuk e di pse, po nuk më pëlqen mua, prandaj dhe këto varen nga dëshirat, domethënë këto aromat varen edhe nga dëshirat tuaja. E tresim mirë sheqerin në ujë dhe pastaj e vendosim në zjarr. E lëm të zjejë derisa të na krijojë konsistencën e duhur. Tani për të treguar se sa unë nuk mund ta tregoj sepse kjo varet edhe se si soba juaj funksionon. Unë e kam zjerë me nxehtësi maksimale dhe e kam lënë të reduktohet deri në një masë të tillë sa ja këtu i kam edhe pak limon. Në fakt një gjysmë kokre limoni është shumë mirë që të na ndihmojë në mos kristalizimin e sherbetit gjatë kohës që do të qëndrojë. Ndërsa tërësia e provojmë në një pjatë. Nëse do të hedhim pak sherbet dhe do të mundojmë ta lëvizim, ajo duhet të lëvizë si një e tërë, si një masë e tërë, ose nëse do ta provojmë me gishta. Nëse na ngjit pak te gishta, do thotë që është bërë. Dhe fillojmë pastaj e sherbetosim gjithë baklavan, duke filluar nga anët në fillim. Pasi të kemi sherbetosur gjithë anët, pra jemi kujdesur për anët, vazhdojmë me drejt qendrës. Si të kem mbaruar me sherbetosjen e gjithë baklavas, do ta mbuloj baklavan me një tepsi tjetër. Mund t'i vendosni edhe një shtresë të vogël nga ajo qesja e telefonit që përdorim për mbështjellje, paketime për frigorifer, dhe pastaj edhe një tepsi, dhe në këtë mënyrë do ta zbus, sepse siç e pat, sherbeti është direkte nga zjarri dhe po ta vini me kujdes re, ai fillon edhe krijon ca bulza aty, ndërsa baklavaja është e ftohtë. Do ta lëm dhe ky do të jetë rezultati final. Pas 4-5 orësh që kemi sherbetosur, do të na ngjajë e tillë, duket që petet janë të shkrifta, dukshëm, ato janë të këndshme në shikim dhe mjaft mirë duken që në shikim të parë që janë të shkrifta nga njëra tjetra. Më besoni dhe shija do të jetë shumë e mirë. Kjo pra është baklavaja që unë desha t'ju tregoja. Për sot, duke ju uruar të gjithëve një vit të mbar, ju falenderoj që më ndiqni dhe miru takofshim. Faleminderit.